Unë jam një marketar, jetoj veproj në Gjermani që 32 vjetë. Kemi aplikuar në rundin e parë me votu me post. Kemi votu me post, tash prej shtunës jam këtu. Posta na ka kthy për pallotash tek të martën ka ardhur, por unë shtunën pushimin e kam prej shtunës. E këtu në tentova me votu, nuk jam listën e votuesit. Më çun në shkolla paraktari për me votu me kusht. Shkuma atje, telefonun, bisedun, jo, thonë nuk lejon sistemi me votu. Kjo është një pakënaqësi ndaj neve, markimtarëve, jo si unë për mua si qytetar, po kur i bëhet mua si qytetar, si markimtar, që kemi dhënë kontributu që disa vite, edhe tani rreth 41.000 kemi apliku për me votu, tash ne, si rasti im, e kam pushimin, duhet ta hupi unë pushimin atje të rri vetëm për shkak që ku më apliku me post, e para dhe e dyta nuk ka justifikim. E përsëris prapë, nuk ka justifikim që mas po ndonjë parregullsi ose mas po votohet dy herë. Nuk mundesh se ti kime shtyp kërkesën që ki apliku për më regjistru. Kime shtim post, është numri i letërës votimi. Këtu japi numrin e letërës votimi. Nuk ka mundësi markimtari dy herë më votu, sepse bjen në kundërshtim me kushtetutën. Pse mas më të leju mundësia edhe me kusht? Kjo është një padrejtësi ndaj shtetit ton, ndaj qytetarëve ton, këtu për një vete pak i mohun për i tejtës legjitime, për me marrë pjesë në shtetin ndërtim, edhe për më të mohu kjo e drejt. Ka në tjetë kjo si shembull që në të përmisot kjo gabim katastrofal. Se je qytetari këtij vendi, pse më të hek prej listës? Nuk mundesh me bë manipulim. Unë jam këtu, s'mund me votu kërkush atje.